Ja përdore forë zotë, të përdore forë. Ja përdore forë, se ishë pa problem. Përdore shtirë. Përdore forë, se ishë mësani përdore. Li respekt Evropës jetë në Ne po bajat të lasojnë pak, ne po bajat. Kur jenë për shëtë t'i kom shlirintorët edhe këshyrëm nga. Ne po bajat pak. Bajat me bosoj kurve të vërupës. Jenë t'i me shlirintorët që për të përën në këshyrëm. Shpirituar e kemë ato e flagok të rritë. Ka shpirituar e rritë. Filqakën e të shmua me bilmundin të se s'keni orë që do. Se të kërkëri me në largue, me në rështu pa fajshuk. Kërristuari Këtë jota. Ashtë në fjosë të me. Kërristuari kërkë të reformë. Se nuk ka guxim me ardhaja këtu, u përballë me neve. Me këtë akuzat servis, Hagi i ka ngritë. Dhe s'ka drejtë e me ardhë në Kosovë heqë. Pak se të kesh. Po. Kjo ndodhë vetëm në Kosovë që nuk kemë udhëtësi në shtetë tonin. S'kemë udhëtësi. Se mbron shteti qytetarin e vetë. Kur se mbron shteti, njerës që e kanë formu u që kanë, që e kanë këthy armen serbit, janë në Hagë pa asë një faj që e kanë bërë. Pse kanë mbrojt shtëpinë e vetë, e kanë mbrojt qytetarët e vetë. Duhet kërku sa më shpejt më mbyllë. Prandaj ne sot, i bëjmë thirrje medjave që mos t'i japin rëndësi deklaratave të zonës Trëndafilova, të cilat nuk reflektojnë të vërtetën luftës çlirimtare dhe as ndjeshmërinë e një populli që ka përjetuar një gjenocid. Nën 2, ftojmë institucionet shtetërore, partitë politike, shoqërinë civile dhe qytetarët që të qëndrojnë të bashkuar në mbrojtje të vlerave të luftës sonë çlirimtare. Nën 3, rikujtojmë se Kosova ka treguar bashkëpunim të jashtëzakonshëm me drejtësi ndërkombëtare, por nuk mund të heshtim përballë padrejtësive selektive. Zëri ynë është zëri së vërtetës, mos lejoni që historia të deformohet. Kjo nuk është drejtësi, kjo është faqja e zezë e drejtësisë. Njëri që po, tjere. Kjo nuk është protest, po ne kemi bo një reagim, që kemi dosh në amën trishë që ata dalën nga luta që unë i falenderoj gjithë veteranë. Fëmijët e dëshmorë që janë këtu edhe i mbajtjet e lutit që na kanë mbështetur sot, po edhe juve du t'ju falenderoj media, që na keni mbështetur dhe ne orën për kajtë tonë. Nëse keni diçka, ju më na pyet neve, unë Xhaviti Fadilin për të përgjigjem juve jena në pozicioni ju. Ka dikush diçka se Po, si ka dikush diçka shtirë pa problemik. Nëse mundesh edhe unë kam një apel. Më na tregu për këtë reagim pra. Po, reagimi ka qenë që Trëndafilova që mos vjen Kosovë fare. Ne e dim se vizita sa vjen në Kosovë, kjo vjen vetëm për një keq edhe një zezë të Kosovës. Edhe ka ardhur pikërisht me 13 maj, ku dita sigurimit shtetëror të Serbisë, kur për shqiptarët është një ditë
famkeqe, është një ditë që më të më ditë zije, se shumë nona, shumë motra, shumë gra kanë met veja për ati sigurimit. Dhe sot vjen Drandavilova këtu dhe manë konferencë në Sharaton, pikrisht në Kosovë, ku ne endi kem pa gjetur, kem fëmijë pa gjetur, kem avallar, kem vëzër dhe kem motra. Kështu që pikrisht kjo sot e ka gjetë këtë ditë që të vjen këtu. Pse po mendoni që ka arë pikrisht këtë kohë? Pse ka zgjetë këtë kohë marë në Kosovë? Unë mendoj që ka përshëm të destabilizojë Kosovën dhe vendin tonë. Po ne nuk jemi ata që vendin tonë e destabilizojmë, ne kemi një për këtë vend. Edhe mos të kesh kuptohem, ne nuk jemi kundër drejtësie. Pjesëtarët e ushqimdorë Kosovës dhe qytetarët e Kosovës kanë njoftuar për drejtësi se ne kemi qenë shtypur nga padrejtësia që ka bërë Serbia ndaj neve. Dhe ne kemi njoftuar për drejtësi për ta liruar vendin tonë. Kështu që unë kisha bërë apel juve si media, edhe dje kam thonë, kam bërë apel që mos i shkoni mrena në konferencë zonës Drandavilova. Drandavilova nuk është e mirë për qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Ne kemi problem me prokurorin, s'kem problem me gjykatë. Ne kemi pikërisht problem me prokurorin e cila punon me dosje të Serbisë dhe me dosje të shqiptarëve, të cilët kanë bashkëpunuar me Serbinë unit dëshmitar në kohën e fundit, dhe 4-5 vjet që kanë marrë sigurimi unë që kanë marrë që duke bashkëpunuar me UDB. Kështu që Drandavilova dhe prokuroria e gjykatës civilë ka bashkëpunuar pikërisht me Serbinë, që ka marrë dosje nga Serbia, edhe ka bashkëpunuar me shqiptar shqipfolës, që cilët nuk e dinë Kosovën e tjerë. Unë s'kam më shumë. Ne tash nuk kemi sigurt tash mbrana Drandavilova, nuk kemi sigurt. Unë na do të rrim pak këtu. Kështu që unë e kisha dhënë fjalën Xhavidia Jasharit më shumë nëse ka me shtu diçka, se na jemi bashkë. Dhe ky timi që u gju sot, timi u gju për shkak që ditë e zezë për neve. Po them, timi ka qenë i zi, e po atë ju, jo mi proku policinë, jo mi proku juve, po ka qenë ditë e zezë për neve, 13 muaj është ditë e zezë për neve. Është formimi i sigurimit shtetëror të Serbisë, i cili ka bërë terror në këtë vend. Dhe për këtë arsye sot e gjyrim timin e zi, si më tregu opinionit, si Drandavilova mendon vetëm zi për shqiptarët e Kosovës dhe për vendin tonë. Rajt për shkollës që këtë kryme se di. Po të tonë. Nëse di vish pak ligjin, me 2/3, kom të 3 lirona. S'kum bo lutë, është një gjenjesër e madhe, kusht ka thonë. Edhe nëse shpik që është një gjenjesër shumë e madhe, mu ka liru ligji, që më takon me 2/3 jem liru, me kusht jem liru. Nuk kam bo lutje, është një gjenjesër, kusht ka thonë, apo nëse ki, ligji Kosovës e jep me 2/3 të lirosh nga qendat e paraburgimit. Unë jem liru me 2/3. Për kundar zë, 3 muaj këmë nëtë ma shumë burë, se sa 2/3. Sa nuk kam pas lirona në gusht, 2023 në june, 8 orë 2023. Kam pas në gusht, do të 3 muaj me vënisim liru unë, Nasim Haradini. Nasimi është liru edhe 2 muaj mas me, që sa aso nësë Nasimi s'kemi bo kërkes, po në ligje e jep që me 2/3 lirohemi nga gjykatat, pa mbarë se shku të Borgia jetë në Kosova, apo këtë që dish, me 2/3 bojmë lirim. Dhe unë thash fillim, ne s'kim kundër Drandavilovës, asë që si njëri e kom fjallë. Pësam personali me të s'kem. Kim për punën dhe veprat e sona që është duke i bërë. Edhe të metat e sona që është duke i bërë për Kosovën dhe për vendin tonë. Organizatet e dalja nga luta ka arrit, Drandavilova e ka anullu takimin bazë informacioneve, ndoshta mund tjetë vrana, po bazë informacioneve ka anullu takimin dhe aja nuk ka konferencë për shtyp. Kështu që unë shpresoj dhe besoj si qëllimi jot është i arritur, kështu që kjo është informacioni posa ka ardhur, që Drandavilova nuk është mbrana. Kjo është. Mund tjetë mbrana, mund tjetë, po në bazë informacione nuk është mbrana. Unë shpresoj dhe besoj, na muna me që të mësot dëni, me shokë që ndrymë edhe pak, rrim, po besoj si ajo është realizu që ke bëllë dërmena. Faleminderit shumë. Me këtë akuzat servis, Hagi i ka ngritë. Dhe s'ka drejta me orë në Kosovë heqë. Kjo ndodhë vetëm në Kosovë që nuk kemë udhëtësi në shtetë tonin, s'kemë udhëtësi. Se mbron shteti qytetarin e vetë. Kur se mbron shteti, njerës që e kanë formu u që e kanë këthy armen serbit. Janë në Hagë pa asë një faj që e kanë bërë. Pse kanë mbrojt shtëpinë e vetë, e kanë mbrojt qytetarët e vetë. Duhet kërku sa më shpejt më mbyllë. I can confirm that today's event has been cancelled for reasons of, or in the interest of public safety and based on advice by Kosovo police. That is all I can tell you for now. We'll see later for any further information.
Angela, we witnessed a wider protest in November 2023, and Mr. Trendafilova didn't cancel her event, her conference. Which are the reasons that she is... I just told you the reasons. There's nothing more I can say about this. We'll have conference tomorrow or no? For now, this is all I can tell you. Yeah? Thank you.